puthu me Milon, puthu me Dashi. Kjo i gjithë puna. Kjo doli. Zoti Berisha, protestën e 10 shkurtit ju e cilësuat si shënjuese në historinë e përpjekjeve të shqiptarëve në kryengritje me ato që e cilësoni një regjim. Ndërkohë paralajmëroni një tjetër protestë të fuqishme në datën 20 shkurt. Çfarë do të ketë veçantë kjo protestë dhe a do të shkojë reagimi opozitar më i fortë, më i ashpër, si do të jetë qasja? Protesta do të jetë dhe një herë për demokratët dhe opozitarët paqja është forca. Forca jonë nuk kërkojmë dhunë për forcë, për kundrazi. Ne të merrojmë, ju e patë se që bëri Edi Rama, në pabesi dhe krim absolut, qelloi protestuesit në kokë, 3 pluma. 3 pluma, Ilir Tushi, Dem Dollapi, Luan Leshi dhe një zonjë, ajo në krah. Këta të 3 në kokë, njeri këtu, tjetri në balë, tjetri mazveshit. Që të 3, ata mund mos ishin sot. A i donë me çdo kush gjak. Ne nuk i përgjigjemi. Dhe u them protestuesve. Mos konfondoni kriminelt që këta i kanë bërë snajper dhe i urdhrojnë qellojnë ajush me policë të thjeshtë. Policë të thjeshtë janë absolutisht shumë më afër me protestuesit se sa me organizatën kriminale dhe antarët e saj dhe Edi Ramen. Ndaj dhe ne, një policë të plagosur nuk e pa. Lërë shtonë ata. As një policë të plagosur, as të gërvishtur. Jo, nuk kanë protestuesit. Nuk shkojnë aty për të qelluar policët. Nuk shkojnë aty për dhunë. Shkojnë të gjithë urrëtitjen kundër Edi Ramës zyrës së tij. Po, aty është përqendruar urrëtia dhe zemrimi popullor. Dhe ky përpiqet përdor policë si mish për top, siç i përdori qytetarët në 2011. Por kjo është tjetër lloj. Është kryengritje paqësore kjo. Jemi në fushë betejë. Do e fitojmë të luftën. Ne çdo betejë që kemi nisë e kemi fituar, po jo luftën akoma, e thash unë. Do fitojmë luftën. Ju e keni pa. Jehonën më të jashtëzakonshme, më të rrufeshme. Protesta e 10 shkurtit. Të gjitha rrjetet televizive të botës.